E dashur mërgat, të nderuar bashkëdhetar, po ju drejtohem sërish brenda këtij viti dhe me të njëjtën thirrje të rëndësishme, votimin nga mërgata. Ne bëm çmos që të formoheshin institucionet e Republikës, bëm shumë lëvizje e ofruam disa opsione, por opozita ka marrë një qëndrim bllokues. Ata nuk duan një qeverisje të lëvizjes vetëvendosje. Ata nuk duan një qeverisje që i prek ata në interesat e tyre të ngushta. Ata duan të vazhdojnë avazin e vjetër. Prandaj, blokada është opsioni i tyre i vetëm. Por ne së bashku dhe Republika e Kosovës nuk ua kemi bërë teket e tyre. Sot është hapur afati për regjistrim për votim nga mërgata. Është rëndësishme që ju që nuk keni planifikuar të udhtoni për Kosovë më 28 dhjetor të regjistroheni sa më parë në linkun e publikuar në tekst për të pasur mundësinë të votoni prej jashtë vendit. Nëse keni afër një ambasadë apo konsulat të Kosovës, regjistrohuni për votim aty. Nëse nuk keni, atëherë regjistrohuni për votim me postë. Afati këtë herë është i shkurtër. Nga sot 26 nëntor vetëm deri me 6 dhjetor. Prandaj